ky program është vërtet shumë argëtues, ka shumë ëmbëlsi ky program, por ka edhe një disavantazh të vogël, nga që është live, edhe organizohet çdo të premte në televizionin Klan, një pjesë e mirë artistëve bëjnë një sakrificë të vogël dhe devijojnë nga agjendat dhe koncertet e shumta që kanë për të ardhur këtu. Kur e mora në telefon shkurtër dhe i thash, shiko, shqiptarët kanë dëshirë që këtë këngë mos ta dëgjojnë vetëm në stadiume, ta shohin në videot e vogla për shqiptarinë, për tifozerinë e futbollit, vetëm TikTok e Instagram duan ta dëgjojnë edhe live. Ajo tha, shiko, tha, për atë program që e pëlqen gjithë Kosova, gjithë shqiptarët, unë do vi se kam shumë dëshirë të jem aty. Edhe i latë gjitha, mori makinën, ka ardhur sot një orë përpara dhe unë e falenderoj shumë, e falenderoj të gjithë që është me ne sot, Shkurte Fejza për herë të parë në programin tonë. Shkurte, mirë mbrëma. Mirë se ke ardhur. Jam shumë e lumtur që ke ardhur këtë program. Mirë se ke ardhur, mund të zhvend këtu. Jam e lumtur që jam pjesë e këtij programi. Shiko Shkurte, juve vini nga një familje me 9 fëmijë apo jo? Po. Nëna ta Sokoj ka qenë heroina, se sot një fëmijë dhe e rrisin me vështirësi të rinj, të ankohen thon. Shumë e vërtetë. Gëzimi madh fëmia, po ka shumë impenjim, po imagjino të mama atëre, 9 fëmijë. 9 fëmijë, po jemi rrit me shumë kënaqësi, me shumë dashuri të prindërve të mi. Edhe në një fshat që jep shumë dashuri. Ti vetë nëna e sa fëmijëve je? Jam nëna e 4 fëmijëve. Me jetë ti kesh. Sot je përpara gazetarëve më simpatik, të cilët do të bëjnë një konferencë për shtyp. Do të bëjnë një konferencë për shtyp, edhe shiko, juve prindër si jeni bërë më serioz se fëmijët, çfarë bëni kështu njerëz, se kuptoj dot që jeni kështu kaq serioz, nuk e kuptoj dot të gjë. Do na ndihmoni pak t'japim zemër? Dëgjoj, duhet na ndihmoni seriozisht sot. Sot duaj që sa të dëgjoni fëmijën tuaj, duar trokitjet e zemër t'japim se e kanë të vështira ata sot. I pari do flasi Atlant Parisi tani. Çfarë emri ka vendosur mora? Ama Atlant sa çuni bukur që je. E di që je shumë i bukur apo se di? E di. E di, shumë mirë. Jo, po ta dish mirë. Dëgjoj, sa vjeç je ti? 4 gjys. 4 gjysmë, i vogël fare je, po dukesh si burr i madh, dukesh. Të kam vesh dhe kështu si dhëndër sot, do ja bësh një pyetje të bukur Shkurtës. Jepi. Si duket emri Shkurtës? Pëlqen si e kanë quajtur? Ha? Pa. Bëja pyetje tani, çfarë do të thotë mendja jote e bukur? Çfarë do t'i pyesja? Ha, ma erdhi Peter Pani ta mori pyetjen që në fillim. Çfarë do të pyesësh zemra? Çfarë do të pyesësh? Dëgjoj, si mendon ti, pse e kanë vënë emrin Shkurtës? Ha? Si e ke këtë interpretimin ti? Nuk e di. Pse e kanë quajtur Shkurte? Pyete një herë Shkurtën vetë, thuaj. Pse të ka vënë emri Shkurte? Mi zemra, emrin tim ma kanë vënë Shkurte, sepse unë jam vajza e 4 të familjes. Dhe ma kanë vënë emrin Shkurte që të shkurtohet lindja e vajzave, të përfundoj seria e vajzave. Dhe kjo ndodhi ashtu, funksionoi, pas meje, pastaj lindën 2 vëllezrit e mi, Gëzimi edhe Idrizi. Ti ishe e 5, ata ishin 7, 6 dhe 7? Po, unë jam e 4-ta, po? Ata janë 5 dhe 6, po, edhe... Pastaj u bë 7, 8 dhe 9. Edhe 9. A po çfarë donin ata pasi bën 2 djem? Po. Të shtonin vajzat apo të shtonin djem? Jo, të shtonin djem. Po gocat fituan. Shqiptarët i duan çunat. Po ama ju dominuat familjen edhe kishit ngjen që lindit vajza shumë riprodhoheshin me vajza dhe u bë 7 motra dhe 2 vëllezër apo jo? 2 vëllezër, po. Si ka qenë fëmijëria e bukur? E bukur shumë. Të thash edhe më herët me shumë dashuri jemi rritë në fshatin Mushtish, një fshat shumë i bukur. Një fshat që edhe sot kur kam kohën e lirë me zi pres shkoj edhe ta kaloj atje. Ka shumë banorët ati fshatit janë shumë dashamirës, shumë të dashtun, shumë bujar, shumë kemi gjitha ta miq, gjitha ta shok aty që jemi rrit bashkë dhe ata vazhdojnë të jetojnë atje dhe unë shkoj takoj dhe kënaqem shumë kur shkoj. Etjen, kam familjen atje, kam gjithë. Jepi. Po ti pse ti e zonja nga fshati apo zonja nga qyteti? Me që po flisni për fshatin, po. Po si thua ti?
Si duket ty? Nuk e di. Dëgjoj, ka ndonjë dallim midis zonjave që vijnë nga fshati dhe zonjave që vijnë nga qyteti? Vase është zonja nga fshati se... Po se në fshat kam lindur, po pra, unë jam zonja nga fshati. Ja ta dëgjoj një çfarë do na thot për fshati ku Unë jam është rritur. zonja nga fshati, nga një fshat, ndoshta mua pse më duket, po është ndër më të bukurit në Kosovë. Dhe është një kombinim jashtëzakonshëm në atë fshat i ajrit, i ujit, i bjeshkës. Ose ka lindur një herë mami në fshat. Po, në fshat më ka lindur mami. Si të ka lindur? Kishte maternitet atje apo jo? Po them të ka lindur në spital apo kështu? Jo, kështu më ka lindur. Ke vajtë në spital? Me të vërtet kishte maternitet atje, apo se gratë ndonjëherë lindin dhe vetë? Kishte maternitet. Që qëndron pyetja i mirë kanë. Po shumë mirë, po kishte mirë, po nëna ime më lindi në shtëpi mua, sepse gratë tona janë heroina, ato kanë vujtë, kanë pas sakrifica, mirë po, kanë qenë shumë të forta.